Objekti përmban një hapësirë prej 700 metra katror dhe ka vlerën prej 20 milion denar, ku 19 milion janë siguruar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe 3 milion denar nga Komuna e Sarajit në bashkëpunim me shoqatën humanitare Kalliri i Mirësisë. Kako ministarstvo i po nata mu produzhuame so investiciji vo izgradba. Si ministri edhe më tej do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës dhe çerdheve të fëmijëve në tërë Republikën e Maqedonisë, në fokus për çdo komunë ku ka nevojë për krijimin e kapaciteteve të këtilla, me qëllim të plotësimit të nevojave të prindërve dhe fëmijëve në vendin tonë. Kryetari i kësaj komune, Bekim Murati, u shprehi kënaqur nga realizimi i këtij projekti kaq të nevojshëm, por tha se nuk do të ndalojnë përpjekjet për të gjetur forma dhe për të ndërtuar një çerdhe edhe në Kondov. Bëhet fjalë për një çerdhe i cila i plotëson të gjitha standardet ligjore dhe kapaciteti i çerdhes është diku prej 100 deri në 120 fëmijë, duke filluar nga moshat më të vegjëla deri te moshat kuptohet parashkollore. Intenca jonë është që të vazhdojmë me projekte të tilla dhe qëllimi jonë është që në të ardhmen të gjejmë forma dhe të ndërtojmë edhe një çerdhe në pjesën në anën tjetër të komunës Sarajit, respektivisht në ish komunën e Kondovës. Drejtuesi i organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë tha se kjo organizatë ka ndihmuar në inventarin e kësaj çerdhe. Në të ardhmen ne do të mundohemi dhe të punojmë që bashkarisht qofshin me komunat apo edhe me subjekte tjera të ndihmojmë në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve edukative arsimore dhe këtu ne duhet përmendur se organizata humanitare Kalliri i Mirësisë këtë projekt ka ndihmuar me një sumë prej 800.000 denar, të cilët i ka paci grant prej një organizate humanitare që vepron në Angli. I pranishëm në këtë aktivitet zëvendës kryeministri i vendit, Musa Xhaferi, tha se qeveria do të vazhdojë me realizimin e projekteve të tilla, të cilat janë në shërbim të qytetarëve. Qeveria bashkë me pushtetin vendor vazhdon me realizimin e projekteve që janë në funksion të komunës, gjithësisht të qytetarëve, për t'i plotësuar nevojat bazike, siç janë shkollat, rrugët, çerdhet, kanalizimet, të gjitha komplet. Gjithsesi ne do të vazhdojmë të realizojmë programet qeveritare në 2 nivele, dhe qendror dhe lokal, që kemi premtuar para votuesve. Komuna e Sarajit numëron rreth 40.000 banor, ndërkaq çerdhja e cila u përurua sot është projekt i cili ka filluar të ndërtohet që nga viti 2009.